si mori drejt shërtori. Në vishën e të gjesh për ti, e shpalim qarë, për asim me zëllar. Ai është kampioni, vitin ta. E shpalim qarë, për asim me zëllar. Ai është kampioni, vitin ta. Mirë se keni ardhur gjithë. Më quhem Geni, jam nga Tirana. Dhe jam shumë I lumtur që jemi këtu bashkë sot për një arsye, sepse ne kemi një që është më I miri, I cili është përjetësisht I mirë dhe është I denjë për lavdrimin e zemrave tona, pavarësisht se ku gjendemi ne sot, pavarësisht se sot. Ai është ai që nuk ndryshon kurrë. Emri I tij është Jezus. Ai ka dhënë jetën e tij për ne në kryqin e Golgotës. Dhe Bibla thot vetëm për një arsye, nga dashuria e tij e madhe që pati për ne. Kam dëshirë të ngrihemi në këmbë gjithë sot dhe t'i japim atij nderin dhe lavdinë që I takon. Jo nga buzët tona, po nga thellësia e zemrave tona, të ngrihemi dhe ta lavdrojmë atë që e dha jetën e tij për ne, për shkak të dashurisë. E përpara se të vazhdojmë, kam dëshirë të lexojmë 2 vargje nga libri I Efesianëve për cilin do të flasim sot. Do ta shikoni vargun këtu në ekran, ju ftoj ta lexojmë së bashku. Ju, në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit. Dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra, që të mos mburret askush. I plot fuqishmi është heroi, nga sjellë e vdekjes na çliroi. Me Jezusin e sjellë djalli ikën para tij. Drita e tij do të shndrisë mbi kokë, me shpatën si e do të vijë. E shpalim qarë, për asim me zëllar. Ai është kampioni, vitin ta. E shpalim qarë, për asim me zëllar. Ai është kampioni, vitin ta. Ai është kampioni, vitin ta. Kampioni, vitin ta.
në si ti, në sirë të ndëqoj, kur dësuar në ngre, s'ka tjetër si ti, në si ti. Em sou dëshmi madhe, em sou dëshmi forti, ti e më lartë se kushdo tjetër. Em sou dëshiruesi, ti që pushtesh mi tim sou, em sou dëshmi madhe, em sou dëshmi forti, ti e më lartë se kushdo tjetër. Em sou dëshiruesi, ti që pushtesh mi tim sou, em sou. Tjetër si ti, si ti, në e të sirë në qoj, e kundërsuar në ngre, si tjetër si ti, em sou dëshmi madhe, em sou dëshmi forti, ti e më lartë se kushdo tjetër. Em sou dëshiruesi, ti që pushtesh mi em sou, eta shpallin fort. Em sou dëshmi madhe, em sou dëshmi forti, ti e më lartë se kushdo tjetër. Em sou dëshiruesi, ti që pushtesh mi em sou, em sou. Se deshmene, kush mund të na ndoj, se deshmene, kush mund të jetë kundër nesh, e nëse deshmene, kush mund të na ndaloj, e nëse deshmene, kush mund të jetë kundër nesh. Kush mund të jetë kundër nesh. Em sou dëshmi madhe, em sou dëshmi forti, ti e më lartë se kushdo tjetër. Em sou dëshiruesi, ti që pushtesh mi em sou, em sou dëshmi madhe, em sou dëshmi forti, ti e më lartë se kushdo tjetër. Em sou dëshiruesi, pushtesh mi em sou, em sou. Kush mund të na ndaloj, e nëse deshmene, kush mund të jetë kundër nesh, e nëse deshmene, kush mund të na ndaloj, e nëse deshmene, kush mund të jetë kundër nesh. Kush mund të jetë kundër nesh. Zoti jam i madh, i plot fuqishëm. Zot, pse ne bëjmë të vidi? Përse ne dyshojmë? Kur ti je me ne, kush mundet të jetë kundër nesh? Fjala jote thotë që nuk ka asgjë, as në qiell, as në tokë, që mundet ne të na ndajë nga dashuria jote. Dhe kjo dashuri është në Krishtin, që vdiq për ne, për mëkatet tona. Jo kur ne ishim të mirë, por kur ne ishim
armiqtë e tu. Dhe për më tepër, ai u ringjall. Dhe është i gjallë sot. Dhe do të vi përsëri, thot fjala jote. Dhe kemi këtë shpresë të gjallë në Krishtin Jezus, në Zotin ton, që u ngjall nga vdekja dhe ron në jetë të jetëve dhe ndërmjetëson për ata të cilët janë të. Zot, ne të lavdrojmë ty, këtë jetë të re që ti na e ke dhënë, ne ta kthejmë ty, ne ta dedikojmë ty. Zot, dhe mënyra më e mirë se si mund ta bëjmë këtë, është duke të ofruar ty lavdrimet tona, adhurimin tonë, ne thyhemi përpara teje. Ne të lavdrojmë ty, Zot, ne të adhurojmë ty, Zot, ne shkrihemi përpara teje. Zot, vetëm ti e i denjë, ne t'i japim ty lavdrimet tona. Ti e i denjë, Zot. Faleminderit, Zot. Shikojmë se kush është Perëndia jonë. Në fakt, vëllezër dhe motra, Zoti do të na kujtojë në këtë ditë për madhështinë e tij. Ai thotë, unë nuk jam një perëndi i vogël,
Unë nuk jam ai Perëndi që ju mendoni, ai që ju imagjinoni, por unë jam i madh, thot Zoti. Emri im është i madh. Emri im është i madh nëpër kombë. Edhe unë mund të bëj më shumë nga sa ju prisni. Unë mund të bëj më shumë nga sa ju imagjinoni. Madje Zoti do të thotë, unë nuk shkoj me pushime si shkoni ju. Unë nuk jam me pushime si që shumica juaj. Unë kur nuk pushoj. Unë jam duke vepruar. Dhe unë pres ju të bashkoheni me mua. I madh është Zoti im. I madh është emri i tij. Zot hapi sy tanë. Hapi sy tanë, do të shikojmë ty, Zot. Hapi sy tanë, shikojmë ku je ulur ti. Zot, të shikojmë rreth e lavdik të trajtojmë ty, Zot. Zot, që ne të shikojmë, hapi sy tanë, të shikojmë, Zot, ato mira e mira, Zot, që janë përpara teje, Zot, përpara tronit tënd, duke qëndruar, duke lavdëruar dhe adhuruar. Hapi sy tanë, Zot, shikojmë madhështinë që të reflon ty, Zot. Hapi sy tanë, Zot. I denjë ti, Zot. I denjë ti, Zot. Dhe të jetë përgjigja jonë, adhurimi, ndërsa ne i ofrojmë atij që dha jetën për ne, atë që i takon. E ndërsa japim ofrimin tonë, ofertat tonë, në gjithë zemrën tonë, edhe falenderojmë. Sa është mirësia jote, o Perëndi, sa është mirësia jote, o Perëndi, sa e madhe është dashuria jote. Është vetëm për ty, Zot, është vetëm për ty, sepse pranë teje është burimi i jetës. Prej dritës tënde unë shoh dritën, sepse pranë teje është burimi i jetës. Prej dritës tënde unë shoh dritën, o Zoti, sa e madhe është ligësia ime, o Zoti, sa e vogël është dashuria ime. Më merr pranë teje, më merr pranë teje, më merr pranë teje, dhe t'jen më shuar në përrojnë kënaqësive të tua. Më merr pranë teje, më merr pranë teje, dhe t'jen më shuar në përrojnë kënaqësive të tua, sepse pranë teje
sepse rrjedhën prej dritës tënde, unë shoh dritën, sepse pranteje është burimi i jetës, prej dritës tënde, unë shoh dritën, më merr pranteje, më merr pranteje, vetjen ma shuar, në përrojim, kënaqësi vetë tua. Mirë bëma dhe nga unë, përmendoja për vargjet e këngës, edhe unë kam patur një shtëpi që binte lidhje mëngjes vetëm 1 orë. Edhe për 4 vjet sa banon në atë shtëpi gjithmonë dëshiroja thosha doja të kem një shtëpi për të ketë dritë. Edhe nësa përkëndonim këtu, ajo që unë ndjera ishte nuk ka se si një njeri që jeton në errësirë të mos sa dëshiroj dritën. Në përrimin e Zotit ka dritë. E ku ka dritë ka jetë. Unë kam pas një lule që të lulëzoj, duke e lënë në cep në hije, të gjitha lulet duan dritë. Edhe jeta jonë është krijuar në mënyrë të tillë që të ketë dritën e Zotit. Mirë, a ka në një që ka ardhur për të parë sot? Për të thënë mirë se keni ardhur? Ka në një? Po, mirë se keni ardhur? Mirë se ardhe nuk është nga unë, është në emër të gjithë kishës, jeni të kënaqur që jeni këtu, Zoti t'u bërkoj shumë, edhe neve që ju të ta ndjeni pranimin e Zotit në këtë vend, edhe të mund ta shijoni prezencën e Tij dhe sa një mirë Zoti është. Shijoni të kohë bashkë me neve. Mirë? Dua të kemi një lutje të shkurtër për fjalën e pastaj vazhdojmë. Perëndimi dhe lutemi për këtë fjalë që ti ke dëshirë të ndash me ne. Ne dëshirojmë Zot që zemrat tona të jenë të hapura. Sytë tanë të hapen. Zemrat tona të kenë zbulesën, Zot. Të kuptojmë që në aty vjen shpëtimi. Dhe që ti je zgjidhja, nevoja e madhe që ne kemi. Shpëtimi ynë, Zot. Ti vetë, Zot, ke bërë gjithçka. Ne lutemi në emrin e Krishtit. Amen. Mirëmbrëma të tërëve. How are you? Well, from this video you figured out that we are in week 2 of our series on Ephesians. Nga kjo video besoj e kuptuat që jemi në javën e dytë asaj serisë mbi letrën e drejtuar Efesianëve. And if you missed last week, we are basically going through Ephesians chapter by chapter, breaking it apart and doing an old-fashioned Bible study. Tani, nëse nuk keni qenë javën si kaloi, sa për informacion, ne jemi duke kaluar paragraf në paragraf letrën e Efesianëve, siç bëhet studimi i hershëm i Biblës. Tani, t'ju jap disa informacione për këtë qytetin e Efesianëve, ku ishte kjo kisha të cilës Pali e shkroi këtë letrën.
A e dini se ku bie Efesi në kohët moderne, në kohën e sotme domethënë? E gjetët, Turqi. Asë kohë Efesi ishte më në qendër të Perandorisë Romake. Ishte një qytet i rëndësishëm portual dhe kishte një domethënie shumë të madhe, një rëndësi shumë të madhe për të tërë Perandorinë Romake. Edhe për këtë arsye, Pali e përcaktoi Efesin si një epiqendër të punës së tij për shpërndarjen e Ungjillit nëpër rajon. Kështu që edhe qyteti, edhe banorët e tij kishin mjaft rëndësi. Now, if you're familiar with the New Testament is full of letters to specific churches all throughout the Roman Empire. Tani, nëse jeni të familiarizuar me Biblën, pjesa e Beslidhjes së Re është plot letra të drejtuar kishave të shpërndarë nëpër shumë qytete të Perandorisë Romake. But unlike the other letters, this letter, Paul wasn't correcting any specific sin that the people had. Por në ndryshim nga letrat e tjera, Pali në këtë letër nuk është se po merr me korrigjimin ose me ndreshjen e disa mëkateve specifike që kishin kishtet e ndryshme. In fact, most biblical scholars think that this was what was called like a chain letter that was written in the church of Ephesus, what was meant to be passed along to all the other churches. Në fakt, disa studiozues të Biblës mendojnë se letra që ne e njohim si letra drejtuar Efesit ishte supozuar të ishte një letër qarkore, e cila kalonte nga një kishte tjetra. So as we open this word today and we read the scriptures, it wasn't just for the church in Ephesus, it was really for all churches of all time. Prandaj, ndërkohë që studiojmë këtë fjalë sonte nga kjo letër, duhet të mbajmë mend se ajo nuk ishte drejtuar vetëm për kishën e Efesit, por është një letër drejtuar të tërëve për gjithkohën. So with that in mind, let's pray and open God's word. Me këtë në mendje le të lutemi dhe të hapim pastaj fjalën e Perëndisë. God, we thank you for your word that is living and active. Perëndinë të falenderojmë që fjala jote është e gjallë dhe vepruese. We ask you to now come and teach us something new today that we can apply to our lives. Ne të kërkojmë që të vish këtu mes nesh dhe të na mësosh diçka të re të cilën ta zbatojmë në jetën tonë. I pray that you would open our ears O Zot, unë të lutem që ti të hapësh veshët tanë, and our eyes sytë tanë and our hearts dhe zemrat tona, to understand që të kuptojmë, and to apply this word to our lives. ta kuptojmë këtë fjalë, ta vëmë në zbatim në jetën tonë. Amen. Amen. Okay, anybody in here like movies? Mirë, a i pëlqen të njëri për juve këtu filmat? Gëdorën? Okay. Yes, we're all part of the 21st century. We like movies, right? Jemi të gjithë në shekullin e 21 dhe sigurisht na pëlqen filmat, apo? Ever since I was a little kid, I have absolutely loved movies. Që kur isha i vogël fare, vdisja mbaroja për filma. And I have been a huge fan of movies. Edhe me zi prisja. Some might say it's been an idol in my life at certain times. An idol. Për disa mund mendoj që filmat kanë qenë tip idulli në jetën time për një farë kohë. A couple of weeks ago, I was having lunch with some guys who took me out for my birthday. Para disa javësh kishte ditëlindjen dhe po takohem me disa shokë që më morën jashtë. We got talking about movies and they asked me, Robert, what's your favorite movie? Era mohabetet e filmat dhe thanë, Robert, cili është filmi yt i preferuar? And I said, wow, that is really hard for me because I consider myself a really big movie guy. Është pyetje e vështirë për mua se unë I kam shumë qejf filmat. And it's like, okay, what kind of movie are you talking about? Are you talking about comedies or dramas? Për çfarë zhanri e keni fjalën, për komedi, për dramë, For action movies? për I filmat me aksion? have favorites within those genres, but I can't really, it's hard to compare them. Sepse kam preferuarat e mi, por kam të preferuar të ndryshëm për secilin zhanër, që nuk jam gjendje me thënë kush është më I preferuar. But if you ask me what my favorite kind of movie is, Por nëse më pyetin se cili është zhanri I preferuar I filmave që më pëlqejnë, that is an easy answer for me. dhe kam të lehtë ju aktesi përgjigje. I love epic movies. Më pëlqejnë shumë filmat epik. You know what I mean by epic? Tani keni parasysh çfarë janë filmat epik? Okay, epic movies are these gigantic films that are like good versus evil. Filmat epik janë ato me tema bombastike, domethënë e mira kundër të keqes. Usually there's an unseen hero that comes out of nowhere Zakonisht ka një personazh në këto filma I cili nuk bie në sy që në fillim fare, por pastaj del krejt papritur në skenë. and they overcome unimaginable obstacles Dhe ky personazh te kalon pengesa të jashtëzakonshme to save the day, to save humanity. për të shpëtuar, domethënë, botën, njerëzimin.
Okay? These are stories of redemption, Këto janë filma që kanë një subjekt shpengimi. stories of bravery, Janë filma zemër luanësh, domethënë primash, and stories of honor. dhe filma me histori nderi. And when I watch these kind of movies, something inside me just goes, I want to do something great. I want to fight for good. I want to be someone that people will go, yeah, let's join that and let's go conquer whatever that evil is. Dhe sa herë që shikoj këto filma, unë emocionohem, apesonohem, dhe them edhe unë dua të bëj diçka të madhe në jetë që njerëzit vinë ndjekin shembullin nga brava gjithmonë. Tash unë vazhdoj të flas për filma, domethënë deri nesër mëngjes, po kemi ardhur për tjetër qëllim. Tani pse ju a thashtë gjithsesi? Book of Ephesus, Ju a thash sepse kur të lexoni librin e Efesianëve, and specifically chapter 2, which is what we're reading tonight, veçanërisht kapitullin e 2, të cilin do të lexojmë sonte, it's really easy to just get caught up in the all this stuff's happening është shumë e lehtë të përhumbeni në gjithë ato gjë që trajtohen aty, without realizing that there's an epic story going on in this chapter. dhe pa kuptuar pra që në këtë kapitull bëhet fjalë për një histori nga ato epike të fare. Okay? It's actually one of my favorite chapters in all the Bible, so I was really excited to preach on this tonight. Faktikisht Efesianë kapitulli 2 është një nga kapitujt dhe pasazhet më të preferuara të mia në Bibël dhe isha shumë entuziazmuar kur më vesh që të predikoj për këtë pjesë. I remember reading this passage when I was a young believer, Më kujtohet që këtë pasazh e lexova që kur isha besimtar i ri, and I remember realizing after reading this the magnitude, the amazing gift of God's gift of redemption. dhe më kujtohet domethënë sa me mbres mbeta nga kjo dhuratë e mrekullueshme shpengimi e Perëndis. At its core, this is a story of redemption, of No. rescue, Në thelbin e saj kjo histori është një histori shpengimi, Okay. shpëtimi. saving those who are in need. Është histori shpëtimi atyre që janë në nevojë. Okay, and it's also, interestingly, a book of contrasts. Është interesante se ky libër është një libër ballavaqimesh të ndryshme, And kontrastesh të it's ndryshme. comparing a life with God Këtu krahasohet jeta me Perëndin and a life without God. dhe jeta pa Perëndin. So as we read, I want you to have that context in mind. Think of this as an epic story of rescue. Kështu që ndërkohë që lexojmë keni këtë në mendje. Pra, shihni këtë libër si një histori epike shpengimi. So Henri's going to read verses 1 through 7 to start, and then we'll analyze it and see what God has to say to us. Po e nisim me leximin e vargjeve 1 deri në 7 dhe pastaj do analizojmë duke parë domethënë çfarë na thot Perëndia nga ky pasazh. Ai ju dha jetë edhe juve që ishit të vdekur në faje dhe në mëkate, në të cilat keni ecur dikur, sipas ecjes së kësaj bote, sipas prisit të pushtetit të erës, sipas frymës që vepron tani në bijtë e mosbindjes. Ndërmjet të cilëve edhe ne dikur jetuam me lakmitë e mishit ton, duke plotësuar dëshirat e mishit dhe të mendjes, dhe ishim prej natyre bijtë të zemërimit, ashtu si edhe të tjerët. Por, Perëndia që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilin na deshi, edhe atëherë kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anë të hirit. Edhe na ringjalli me të, dhe me të na vuri të rrim në vendet qiellore në Krishtin Jezus, për të treguar në epokat që do të vinë pasurinë e pamasë të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Okay, so if you read that, Mirë, ndërkohë që lexojmë këtë, the first thing you need to notice is that there's something going on here. gjëja e parë që duhet të vërejmë është se ka diçka që po ndodh këtu. Okay, there's two kingdoms that these first 7 verses talk about. Ky pasazh nga vargu parë deri te vargu 7 bën fjalë për dy mbretëri. If you're taking notes, I want you to write down that there's Satan's kingdom and there's God's kingdom. Nëse po mbani shënime, do doja që të shkruani këtë. Ato dy mbretëri janë mbretëria e Satanit dhe mbretëria e Perëndisë. In verses 1 through 3, you see that Satan's kingdom Te vargu 1 deri në 3 ju shikoni që mbretëria e Satanit is marked by worldliness, është e karakterizuar nga një eci sipas frymës së kësaj bote, sin, sipas mëkatit, cravings of the flesh, dëshirave, pasioneve të mishit and selfish desire and Dhe- thoughts. dhe nga dëshirat egoiste And thoughts. dhe So desires and dëshirat dhe thoughts. mendimet egoiste. Okay? That's Satan's kingdom. Kjo është mbretëria e Satanit. Then you contrast that with, it says in verses 4 through 7,
what God's kingdom is marked Pastaj by. kjo ballafaqohet vjen në kontrast me atë që përshkruhet në vargu 4 deri në 7 me mbretërinë e Perëndisë. Look in this and you'll see words like love, Shikoni edhe aty do të gjeni fjalë të tilla si dashuri, mercy, mëshirë, life, jetë, grace, hir, saved from destruction, të shpëtuar nga shkatrimi, the kindness and goodness of God. mirësia dhe dashamirësia e Perëndisë. I don't know if you've ever met someone who has encountered Jesus for the first time, Nuk e di nëse jeni hasur ndonjëherë me një person që sapo ka pranuar Jezusin. but there's something that transforms them that is an amazing, beautiful thing to watch. Ka diçka që i transformon këta njerëz kur takohen me Krishtin për herë të parë, pranojnë Krishtin për herë të parë. Dhe është e mahnitshme kur e shikon. When someone goes from Satan's kingdom Kur dikush kalon nga mbretëria e Satanit to God's kingdom, te mbretëria e Perëndisë, before they weren't even aware that there were these two kingdoms. edhe pa e ditur domethënë që ishin këto dy mbretëri që ekzistonin. But just recently I heard a story of someone who found out about these two kingdoms, accepted Christ in their life, Dhe ja t'ju tregoj një histori. Ishte dikush këtë fundit që mori vesh domethënë për këto dy mbretëri dhe pranoi Krishtin në jetën e tij. they were sitting and having a coffee with a friend Ndërkohë ishin ulur për kafe me një shok, ky personi, pra. and trying to describe all these great things that had changed in their life. Dhe po përpiqet të shpjegonte gjithë gjërat e mrekullueshme që kishin filluar të ndodhin në jetë. And they couldn't have all the words that they wanted to share this newfound joy and love that God gave them. Po slithet dot fjalët për treguar gjithë të gëzim të madh që Perëndia i kishte zbuluar në jetën e vet. So they got on the phone and they called a friend who was a part of our church Kështu që ta dy domethënë që pinin kafe, morën telefon një pjesëtar të kishës tonë. and said, "Hey, I'm with my friend. Tell them about Jesus." Edhe këta, shiko se jam me shok. Ai fleti për Jezusin se mos më dalin llavët. Edhe I've heard this story over and over and over again through the years. Edhe histori të tilla e kam dëgjuar të përsëritura nga njerëz të ndryshëm për gjatë gjithë viteve. And that is what Paul is trying to say to the church in Ephesus Dhe këtë po përpiqet të thotë Pali kishët së Efesit. and to us today, Po edhe neve gjithashtu sot. that there are these two kingdoms. Që ka dy mbretëri. One is marked by all these bad things, and one, when Njëra- you find it, is marked by life. E karakterizuar nga gjithë të gjërat e këqija dhe tjetra që karakterizohet nga jeta. And then he goes on in verse 8 through 10, Dhe pastaj vazhdon te vargu 8 deri në and he 10 describes what this life change looks like. dhe me këto vargje përshkruan se si është ky ndryshimi i jetës. Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit. Dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë, jo nga veprat që të mos mburret askush. Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to. Now, most people would agree that there's Satan and then there's God. Tani pjesa më e madhe e njerëzve e pranojnë, e dinë domethënë që është Satani diku dhe është e Perëndia. But then the way that we get to God is debated among all these different religions in the world. Por aty ku polemika domethënë zhvillohet në tjetër pikë, zhvillohet si të arrijmë te Perëndia. The Për kjo scriptures- bëjnë fjalë shumë fe të The ndryshme. scriptures make it very clear that there's only one king, Por Bibla bën shumë të qartë që ka vetëm një mbret and that his name is Jesus, dhe emri i këtij mbreti është Jezus. and he's our rescuer. Dhe ai është shpëtimtari ynë. Okay? In every other religion in the world, you have to work hard and earn your way to heaven. Të gjitha fetë e tjera të botës të japin ty këtë zgjedhje. Ti duhet të bësh shumë vepra të mira pa të arrish të shkosh në paradis më vonë. And God makes it very clear that that is not how you get to heaven. Por Perëndia na bën shumë të qartë që ne në paradis nuk shkojmë dot me anë të veprave. That's not how you become a part of God's kingdom. Nuk bësh dot ashtu pjesëtar i mbretërisë së It Perëndisë. says it's not by works so that no one can boast, Këtu thuhet, nuk bëhet me anë të veprave që të mos mburret askush, but it's grace through faith that we are saved. por ne shpëtohemi me anë të hirit nëpërmjet besimit. And Jesus is our rescuer. Dhe Jezusi është çlirimtari ynë, Only in shpëtimtari ynë. Jesus. Vetëm Jezusi. Romans 10:9, Paul describes it another way. He says, if you confess with your mouth Jesus is Lord and Roma- believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Te Romakët 10:9 Pali përshkruan në mënyrë tjetër, disi ndryshe, thotë, jo disi ndryshe, në një mënyrë tjetër. If you I'm sorry. confess with your mouth Jesus is Nëse Lord, pohoni me gojë thotë ai, që Jezusi është Zot, nëse besoni me zemër që Perëndia e ringjallë nga të vdekurit, atëherë shpëtoni. okay, so that's where we see. First we see these two kingdoms, now we see there's one king. Prandaj këtu fillojmë pra, shikojmë që ka dy mbretëri të ndryshme. Pastaj marrim vesh që ka një mbret. Let's continue on verses 11 through 19.
Dhe të vazhdojmë me vargjet 11 deri në 19. Prandaj kujtohuni se dikur ju jo hebrejnë në mish, të quajtur të parreth prerë nga ata që e quajnë veten të rreth prerë, sepse të tillë u bën në mish nga dora e njeriut, ishit në atë kohë pa Krishtin, të huaj në qytetarinë e Izraelit dhe të huaj për beslidhjen e premtimit, pa pasur shpresë dhe duke qenë pa perëndi në botë. Por tani në Krishtin Jezus, ju që dikur ishit larg, u afruat me anë të gjakut të Krishtit. Ai në fakt është paqja jonë, ai që ka bërë nga të dy popujt një dhe ka shembur murin e ndarjes, duke prishur armiqsinë në mishin e tij, ligjin e urdhërimeve të përftuar nga porosi për të krijuar në vetvete nga dy një njeri të ri, duke bërë paqen. Dhe për t'i pajtuar të dy me Perëndin në një trup të vetëm me anë të kryqit, mbasi vrau armiqsinë në vetvete. Dhe ai erdhi për t'ju shpallur paqen juve që ishit larg dhe atyre që ishin afër. PC, leave that verse 19 up. Oh, keep going. Sorry, we're not there. Keep going. Did you finish? No. Okay, keep going. Sepse përmes tij që të dy keni hyrje tek Ati nëpërmjet frymëve të vetme. Ju pra, nuk jeni më të huaj, as bujtës, por bashkëqytetar të shenjtorëve dhe pjesëtar të familjes së Perëndisë. Okay, yeah, let's stop right there. Të ndalim këtu. Okay, 2 kingdoms, Ka dy mbretëri thamë, 1 king, ka një mbret, 2 types of people. edhe Two ka groups. dy lloje ose dy grupe njerëzish. Okay, there's foreigners Janë ata që janë të huaj quhen, and citizens. dhe ata që janë qytetarë të mbretërisë. Okay, foreigners who are part of Satan's kingdom, Këta të huajt janë ato që ishin pjesë e mbretërisë së Satanit. verses 11 and 12 says that are without hope and without God. Dhe këta thuhet e vargu 11 dhe 12 thotë që janë të pa shpresë dhe janë pa Perëndin. How many of you have ever felt like a foreign citizen or a foreign person outside the ability to have the rights and responsibilities of being a citizen? Sa për ju që kanë ndjerë një herë veten sikur janë të huaj, sikur nuk kanë ato të drejtat dhe të përgjegjësitë të qenë qytetarë e një vendi. Remember when Albania was not allowed to cross the border into Europe? Ju kujtoje kur shqiptarëve nuk lejohet të dilnin jashtë shtetit? Remember what that felt like? Wherever you turned, the door was closed on you? Keni parasysh si ndjeshim ne shqiptarët, kudo që të shkonshim, kishim dyert e mbyllura? That's kind of what he's talking about here, but he's saying this is for eternity. Kjo është pak a shumë ajo që po përshkruan këtu, po vetëm se ai ka një ndryshim, thotë kjo vlente për përjetësinë. I've seen again, including myself, people who before they were a citizen of the kingdom of God, Unë kam parë dhe këtu përfshihet veten, njerëz të cilët përpara se të merreshin qytetarinë e mbretërisë së Perëndisë, my life was without hope. e kishin jetën edhe unë gjithashtu pa shpresë. Okay, I knew about God, Mirë, tash unë dija gjërat përgjithshme për Perëndin, but it didn't change anything in my life. por këto nuk ndryshonin në gjë në jetën time. It was only when I truly surrendered my life and said, yes, I want to be a citizen of the kingdom of God, Vetëm kur ja dorëzova jetën time Perëndisë dhe thash, po, dua të jem qytetar i mbretërisë së Perëndisë, and I put my faith and trust in Jesus, dhe kur I besova me gjithë zemër Jezusit, all of a sudden the doors started opening to my life and I was no longer without hope. krejt pa pritur dyert në jetën time filluan të hapeshin dhe nuk kisha më atë ndjesinë sikur isha I pa shpresë. If you wonder what would make someone say, here, talk to my friend because they need to hear about Jesus, if you wonder why someone would do that, Nëse vrisën mendjen, pse ka nga këto njerëz që thon, alo, shoku im foli çik të tjetrit, do të thon për Jezusin, because something in their life has changed so dramatically and they can't help it, they have to share about this person who has changed their life. kjo ndodh sepse diçka e madhe ka ndryshuar brenda jetës së tyre, dhe ato nuk mund të rrinë dot pa ja treguar shokëve të tyre. And in this passage we see that citizens of the kingdom of God, Në këtë pasazh ne shikojmë që qytetarët e mbretërisë së Perëndisë, that God brings peace. këtyre qytetarëve Perëndia u sjell paqe. It doesn't mean our external circumstances are automatically going to disappear. Tani kjo nuk do të thotë që ato rrethanat tona të jetës përditshme krejt pa pritur do zhduken, do përmirësohen të gjitha, Instead, it's an inner peace. por kjo paqe është një paqe e brendshme. And what happens in us is that no matter what our circumstances, everything is okay. Dhe ajo që ndodh me ne është që pavarësisht rrethanave që kemi në jetën tonë përditshme, gjërat janë okay. If you have not experienced this inner peace that I'm talking about, Nëse nuk e keni përjetuar këtë paqen e brendshme për të cilën unë po flas, it's very difficult to explain atëherë e pranoj që është shumë e vështirë t'ju ja shpjegoj. because you know it when you have it,
Sepse atëherë kur e ke, atëherë e di se si është. And it's not like anything outwardly has changed in your life, Dhe nuk është puna që gjërat në jetën tënde të përditshme kanë ndryshuar. but this is what the grace of God does. Po in kjo është us, ajo që Perëndia, hiri i Perëndis bën brenda nesh. okay? It's kind of like becoming a citizen of America. Është pak a shumë sikur merr qytetarinë amerikane. Okay, how many people in Albania want to become citizens of America? Tash i mendoni, sa shqiptarë domethënë do donin të bëshin qytetar amerikan. As a foreigner in this country, often I am asked, hey, can you help me get to America? Can you help me get a passport to Tani keni America? parasysh, unë jam i huaj këtu në Shqipëri dhe ka shumë qytetarë në Shqipëri. A mund të mos marrë vizë amerikane, të marrë qytetari amerikane? I always joke and say, yes, Obama and I are very close. Edhe unë bëj shaka them, po më unë Obamën e kam shok. No, I have no ability to help anyone, so don't come and ask me because I'm just a guy. Mos keq kupton, ishte shaka, domethënë nuk kam mundësi t'ju ndihmoj për punë vizash. Unë jam Okay. qytetar i zakonshëm. But the beautiful thing about the kingdom of God Por gjëja e bukur për mbretërinë e Perëndisë is there's no written exam. është që për të hyrë atje nuk ke problem me shkrim. There's no interview with the embassy or Nope. the ambassador. Nuk të duhet bësh intervistë me ambasadorin për marrë vizë për të hyrë atje. It's not based on anything that we offer. Nuk bazohet asgjë që ne mund të ofrojmë. It's not based on our knowledge that we're going to bring to this new kingdom. Nuk bazohet as tek njohuria që ne mund të sjellim në këtë mbretëri ku do hyjmë. Okay? All it is a simple test of the heart. Ajo që është nevojshme është thjesht një test, një sprovë e zemrës tonë. Trust in Jesus. A e besojmë Jezusit? All of a sudden, you go from being in the kingdom of Satan, automatically the doors are open and you're in the kingdom of God. Nëse po, automatikisht del nga mbretëria e Satanit, dera është e hapur dhe hyn në mbretërinë e Perëndisë. That's it. Edhe kaq. Okay? Let me give you a little context of this passage because at first reading, it's hard to understand this idea of Jews and Gentiles and what that looked like. Tani, ne lexuam taj pasazhi hebrej dhe jo hebrej. Pa ditur pa kontekstin e këtij pasazhi është vështirë të kuptojmë këto termat. Kështu t'ju sqaroj pak. In Paul's time, much like ours, Në kohën e Palit, po ashtu si në kohën tonë tani, having the right citizenship meant everything të for your life. kishe qytetarinë romake ishte bota, domethënë për jetën tënde. And the Roman Empire had a reach across the world. And if you were a part of the if you were a Roman citizen, that meant all the doors were open to you. Dhe Perëndëria romake shtrihej në gjithë botën njohur së kohë dhe nëse kishte qytetari romake, atëherë gjithë dyert I kishte të hapura. And at one point, actually, if you read in Acts chapter 22, you find out that Paul was being arrested and was getting ready to get beaten because he was sharing about this guy named Jesus and telling them that he was his king. Në një pikë të Veprat kapitulli 22, ne lexojmë për Paulin, I cilin e kapën dun me rraf sepse ky fliste për Jezusin. And he said, just so you know, he was kind of shy about it, I'm a Roman citizen. Edhe ky kështu nën zë, domethënë të shif mirë doni me vrap, po ka vetëm një gjë që unë jam qytetar romak, ha? All of a sudden, these guys who were getting ready to just beat him half to death Edhe kërë pa pritur gjithë to cupa, domethënë që deshin me rraf me ngort në trup. were running in fear because they were afraid that they were going to get punished and get put to death because to actually do something to a Roman citizen without going through the right procedures in the law was punishable by death itself. Kërë pa pritur to nga syt këmbë, domethënë se kishin frikë se mos dënoheshin vetë me ekzekutim, sepse nëse dënoje një qytetar romak në atë kohë, pa ndjekur procedurat e duhura, mund ta pësoje vetë. Okay, and so in verse 14 where it talks about this dividing wall of hostility, Kështu që te vargu 14 kur flet për këtë murin